Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Edi Rama shpjegoi dhe arsyen pse fjalën e tij në Bordin e Paqes ja kushtoi gjyqit në Hag ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në podcastin e tij flasim, ai e cilësoi çështjen, një maskarat të drejtësisë që kërkon të njollos ish liderët të cilët u ngritën kundër spastrimit etnik. Deri sot, pas një standard demokratik ku akuza dështoi me turp të provonte se UÇK-ja ishte një sipërmarrje kriminale dhe u lëshua në fund e dëshpëruar me kërkesën mizore për 45 vjet burg për Hashim Thaqin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të luftës çlirimtare, do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese, e cila duhet zgjedh mes drejtësisë për Kosovën dhe turpit të njollosësve të Kosovës. Rama komentoi dhe draft raportin e Parlamentit Evropian, duke cilësuar si një vlerësim për punën në procesin e negociatave. Draft rezoluta e publikuar nga Parlamenti Evropian për vendin ton është një vlerësim i qartë për progresin e Shqipërisë. Ai dokument vlerëson hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve, duke evidentuar progresin në forcimin e institucioneve demokratike, shtetin e drejtës, reformën socioekonomike, politikat mjedisore, bashkëpunimin rajonal dhe përputhshmërinë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Gjithashtu, shefi i ekzekutivit njoftoi se forcat RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale do të përfitojnë rritje të pagave.